pyetjet nga shikuesit që neve s'na u karon men me i bu. Hajde, regjia. Vizar Kryzdeu, a më mirë në Prishtina në Prizren? Edhe në Prishtina dhe në Prizren. Paton Kroku, a vetet Dejona Mihali për Prishtinën kur të bëhesh kryetar ti? Unë Dejona Mihalin e konsultoj për shumë gjëra, e kam mike shumë të mirë bashkëpunëtore. Kena pa dhe një foto. Të jashtëzakonshme, rish pesh me Dejonën, e konsultoj për shumë gjëra, është një nga persona që din mas miri, mas shumë ti me të mbështet, me të ndihmu, me të vëzu në lëvizjen vetëvendosi, sepse e ka dhe detyren e udhëheqjes së komiteteve profesionale të lëvizjes vetëvendosi. Taugen Morina, a kishe pas dëshirë me qenë kandidat për kryetar të komunës Prizrenit pavarësisht vendimit partisë që je kandidat për Prishtinën, dorën zemër edhe tregona drejt? Po ju kallëzoj drejt, jam shumë i gëzuar që Artan Abrashi është kandidat dhe që ka me fitu atje. I kena edhe do pyetje që i kemi pas të përhershme për të gjitha ata që kanë ardhë, qoftë para fushatës, qoftë fushat e që ja kanë mësy garës për kryetar. Sa e njeni Prishtinën? Sa fshatra i ka Prishtina? Tash janë mbi 40 fshatra, sepse ka dokumentet të ndryshme, a i statuti i vjetër i Prishtinës, ma një disa fshatra janë shëndru në lagje sepse janë urbanizu, ka ndodhur decentralizimi e disa janë bashku me një komun tjetër, mirë po janë mbi 40 fshatra edhe të ndome në 2 zonat fshatrave, në fshatrat e Gullakut edhe këto në drejtim të podijeve të Llapit. Hajde vazhdojmë. Nga kalon autobusi linjës 7C? Nuk jam shumë i sigurt nga kalon autobusi linjës 7C. Vazhdojmë? Unë qanej ka unë. Që e përmende që ishe fri autobusa? Qato që shqipi, po. Cili fshati Prishtinës është i shkëputur territorialisht nga Prishtina? Qarë kuptimi është shkëputur Që territorialisht? s'ka kur pa lidhje me teritorin e Prishtinës? Po është e Prishtinës. Po është në Prishtinë. Je shkëputur territorialisht? Po. Por është në Prishtinë? Po. Nuk e di. Nuk e din. Jo. A ka mo? Regjia? Që. Cili ka qenë kryetari i parë i Prishtinës? Me njërë mas lufte, ky që zjedh me vot, apo ai që ka qenë i emrum? I cili ka qenë i emruar? Mas lufte i ka pyta, Po. Mas lufte me njërë nëse Pas s'ga luftës. boj ky që është zjedh me vot ka qenë Sali Gashi, apo? Ja, ta shumë zgudzej me kallëzu. Ja. Qytetarë kanë me kallëzu. Sa më kujtohet, ka qenë Sali Gashi, kryetari i parë i zgjedhur me vot mas lufte në... Kush? A, pikallëzën në gjatë dotë. Brenke. Jo, pas më kallëzën. Administratori. Na, në një vit të shkëputur, do t'i nxjerrim këto pjesë e kanë me na kallëzu qytetarët cilat janë. Për një